to impact edhe për pjesën e gjumit. Pra tema sot është çfarë efekti të jep gjumi ose pa gjumësia. Tani duke parë edhe pjesën e këtyre turistëve që flen shpejt, ne shqiptarët e kemi një çik atë që edhe vjen vonë në shtëpi, duhet të rrim të shikojmë këto rrjetet sociale dhe në 12 dhe në 1 të natës. Nuk po themi që edhe të tjerët nuk e kanë, por sikur ata sigur e kanë këtë rregullatorin e tyre. Tani nuk e di se do na thot psikologu në lidhje me gjumin, se sa mirë na bën ose sa keq na bën nëse flemë shumë. Psikolog. Faleminderit Ervin, mirë mbrëma të gjithëve. Ja ku takuam sot në këtë ditë për sa i përket gjumit, sepse mbrëmja është momenti që edhe pak orë afron, le të themi, nata dhe normalisht është pjesa e gjumit. Por siç e tha dhe Ervini, sigurisht që në përgjithësi jo vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi në gjithë botën, në shoqërinë globale tani ku jetojmë neve, është një abuzim shumë i madh me gjumin. Domethënë momentin që prishet ajo ora biologjike e gjumëzgjimit, ose cikli i gjumëzgjimit, ka një efekt shumë të madh si në gjendjen pra si në aspektin e shëndetit fizik, ashtu dhe në aspektin e shëndetit mendor. Edhe më besoni që në qoftë se abuzoni me gjumin, flini sa të doni ditën, gjumin e natës nuk e zvendësoni asnjëherë. Do keni shumë pasoja. Duket ndonjëherë kur punojmë, po, që sidomos edhe këta që e kanë pjesën që e kanë turp të tretë, që u bie turp i tretë, po, kur vinë në shtëpi, më besoni që vetëm gjumë. Unë e kam provuar vetë turpin e tretë. Njëri në kohë kur kemi punuar te Trebeshina, si specialist uji atje. Kështu më besoni që vetëm gjumi i natës nuk zvendësohet asnjë. Nuk zvendësohet me asgjë. Absolutisht. Neve na dëgjuat, shpresoj që edhe juve të keni një ide në kokë, ose më saktë të shkruani komentin tuaj. Shkruani komentin tuaj. Kështu që kalofshi mirë, natën e mirë. Natën e mirë edhe mos harroni gjumin. Gjumin, një regjim të shëndetshëm që të mos kaloni në çrregullim me gjumin pastaj. Hajde, gjithë të mirat. Ciao.